Në pikën kufitare të Morinit, numri i udhëtarëve që hynë në Shqipëri është rritur ndjeshëm me afrimin e sezonit veror. Kjo është ka shënuar një fluks të konsiderueshëm të qytetarëve, të cilët udhtojnë kryesisht drejt qyteteve bregdetare, por jo vetëm. Është qytetet të cilin e kemi adhuruar tërë jetën. Dhe ai na sjell neve kënaqësinë më të madhe ku shkojmë. U ju qëllon të thoni shpesh drejt Shqipërisë gjatë fundjavave? Kjo Shqipëria për ne do të jetë gjithmonë e vendi më i dashur dhe më i mirë për ne. Njëherë në Shëngjin, pastaj qofim atë rrugën e re atje për Velipoj. Më afër, me pushu pak, pastaj qofim. Nëse në pëlqen, nalem, nëse jo, vazhdojmë tutë. Prej Mitrovica, Shëngjin. Për qef, i vizit 2 ditore, e kemi bërë shprej, çdo muaj, çdo 2-3 javë, dalim. Përmes kësaj pike kufitare, edhe të huajt po vinë në Shqipëri gjatë kësaj periudhe për të kaluar disa ditë pushime. Kam ardhur nga Gjermania për të kaluar 3 ditë në Shqipëri, për të vizituar qytete të ndryshme së bashku me qenin tim besnik. Për të lehtësuar qarkullimin dhe shmangur vonesat, gjatë fundjavave zbatohet kalimi pa kontrole të detajuara. Sipas informacioneve zyrtare, vetëm në 24 orët e fundit në këtë pikë kufitare kanë hyrë dhe dalë mbi 15.000 persona dhe mbi 8.600 automjete.